Salmonella, një kërcënim i vërtet për shëndetin publik, fakte të pabesueshme që shteti fsheh. Salmonella nuk është thjesht një bakter i zakonshëm që shkakton pak të përzierë. Është një armë biologjike që vret çdo vit qindra mijëra njerëz në botë, ndërsa në Shqipëri, shteti dhe mafia ushqimore e lejojnë të përhapet pa ndëshkim. Çfarë është vërtetësia e Salmonella në Shqipëri? Në teori, Salmonella është një bakter që mund të kontrollohet me inspektime dhe masa higjienike. Por në praktik, në Shqipëri, ky bakter përhapet me miratimin e institucioneve të korruptuara. 27 ton mish pule me salmonellë u importuan në Shqipëri në mars 2025, por AKY, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, priti 10 ditë para se të paralajmëronte publikun. Në këtë kohë, mishin e helmueshëm e hëngrën mijëra familje. Nuk ka regjistër të saktë të prekurve, sepse spitalet nuk raportojnë rastet e salmonellozës në mënyrë sistematike. Kompanitë e mëdha importuese kanë lidhje politike, kështu që shkeljet mbeten të pandëshkuara. Si përhapet Salmonella me ndihmën e shtetit? Në Shqipëri, përhapja e Salmonella nuk është thjesht një aksident. Është një sistem i organizuar. Importet e kontrolluara nga mafia, kompanitë me lidhje politike blejnë mish të lirë nga vende me standarde të ulta higjienike, si Brazili, Turqia, Ukraina, ku shpesh zbulohen sasi të mëdha salmonellash. Testet e vonuara, AKY pretendon se bën teste, por rezultatet vijnë pas 10-14 ditësh, ndërsa në BE, kjo bëhet në 24-72 orë. Kjo i jep kohë importuesve të shesin produktin pa u zbuluar. Pa transparencë, kur zbulohet një skandal, AKY thot vetëm se u tërhoq nga tregu, por nuk tregon se ku shkoi, kush e hëngri, apo cilat biznese e shitën. Simptomat, pse shteti nuk paralajmëron popullin? Në vend që të informoj publikun për rreziqet, shteti hesht. Ndërsa njerëzit vuajnë. Diare me gjak mund të shkaktojë sindromën hemoragjike. Ethe të larta, deri në 40 sa, që mund të çojnë në konvulsione tek fëmijët. Infeksione të zorëve që kërkojnë shtrim në spital. Vdekje tek foshnjët dhe të moshuarit. Rreziqet reale, jo vetëm diare, por vdekje. Në BE dhe SHB, çdo rast salmonelloz hulumtohet me kujdes. Në Shqipëri, vdekjet shënohen si dështim organik ose shok septik, duke fshehur shkakun e vërtetë. Artriti reaktiv, sindroma e reiterit, mund të zgjas vite me dhimbje të pandërprerë. Meningjit dhe infeksione në zemër, Salmonella mund të depërtojë në tru dhe shkaktoj dëme të përhershme. Sepse, 1 nga 5 raste të rënda çon në vdekje. Pse nuk ka ndëshkime? AKY ka buxhet të vogël dhe staf të korruptuar, inspektorët pranojnë rishfet për të mos mbyllur bizneset. Importuesit janë të mbrojtur politikisht, shumë kompani ushqimore financojnë partitë, kështu që askush nuk i prek. Prokuroria nuk heton, skandalet e ushqimit nuk prioritizohen, edhe kur bëhen fjalë për vdekje. Çfarë mund të bëjë qytetari? Mos besoni deklaratat e AKY, nëse një produkt është tërhequr, kërkojini listën konkrete të dyqaneve dhe restoranteve ku është shitur. Gatuani mishin në temperatura të larta, më shumë se 75 sa për të vrarë salmonellën. Dokumentoni dhe raportoni çdo rast helmimi, bëni ankesa në media dhe organizata të së drejtës konsumatore. Kërkoni llogari nga politikanët, cilat kompani lejohen të shesin ushqim helmues. Përfundim, shteti është pjesë e problemit. Salmonella nuk është thjesht një bakter, është pasojë e korrupsionit dhe pandërgjegjësisë shtetërore. Derisa nuk do të ketë arrestime masive në AKY dhe Ministrinë e Shëndetësisë, skandale si ai i marsit 2025 do të përsëriten dhe njerëzit do të vdesin në heshtje. Populli duhet të zgjohet, kjo nuk është thjesht një sëmundje, është një krim i organizuar. A jeni gati të bërtisni këtë të vërtetë? Ndani këtë artikull dhe kërkoni përgjegjësi.